Qyteti i Durrësit përgjatë viteve 2019 dhe 2021 u bë arenë për plasjeve të përgjakshme mes 4 grupeve kryesore kriminale. Grupe me historik të gjatë në veprimtari kriminale, si dhe me potencial të fortë, madje edhe në Tiranë. Ku disa drejt për drejt dhe disa të tjerë me miratim dhe me mbështetje nga grupe aleate u përfshin në një cikël ngjarjesh hakmarrje dhe larje hesapesh që u ndjen dhe pak muaj më parë, në qershor të vitit 2025, ku i fundit Ermir Dedja, ushtar aktiv i grupit Avdyllajve të Shijakut, mbeti i vrarë në një atentat me karakteristika mafioze. Teksa shumë prej ngjarjeve të bujshme të këtyre viteve nuk janë arritur dot të zbardhen nga autoritetet si policia apo prokuroria vendore, dritë mbi to, pa nevojë të teknikave të storholluara hetimore, hedhin transkriptimet e bisedave që krerët dhe pjesëtarët e këtyre grupeve kanë mes tyre. Duke ditur dhe besuar verbërisht se këto biseda ishin të padëshifrueshme, ata kanë rrëfyer gjithçka dhe duke mos mbajtur asgjë, si për mendimet, dyshimet, dëshirat dhe mundësitë që kishin për të realizuar objektivat e tyre për dominim, zgjerim territori dhe pasurim financiar. Në transkriptime, ata përmendin të gjitha që mendojnë se ju bëjnë punë dhe të gjitha ato që mund t'i ndihmojnë në institucionet shtetërore, ku përfshihen dhe prokuror me reputacion të qarkut të dytë më të rëndësishëm të Shqipërisë. Spak në një dosje të çelur 5 vite më parë dhe të hetuar intensivisht gjatë 2 viteve të fundit, pretendon se ka arritur të përputhë si prova të besueshme brenda dyshimit të arsyeshëm kryqëzimin e bisedave të zbuluara në platformën e komunikimit Sky ICC me të dhënat e administruara në fashikuit hetimor të dosjeve të pezulluara, të ngjarjeve të bujshme që deri më sot ishin pa autor. Në bisedat mes anëtarëve të grupeve kriminale, për të cilat janë kërkuar dhe 9 masa sigurie, thot Spak, flitet pastër për projektet, frikërat, aleancat dhe goditjet që 4 grupet më të forta të Durrësit po bënin ose planifikonin të bënin gjatë viteve 2019-2021. Këto grupe, ai i Lulzim Berishës dhe Plaren Dervishajt, ai i Pojës, i Rrumit të Sukthit apo i Avdyllajve të Shijakut, ishin ngërthyer në një luftë pa protokoll dhe pa kufizime, ku në të shumtën e rasteve përpiqeshin të mos ekspozoheshin se ishin ata që po godisnin. Megjithse thuajse të gjithë janë mbështetës të edhshëm të partisë në pushtet, Partia Socialiste, me njëri tjetrin ata janë në një konflikt të ashpër, ku kërkohet asgjësimi në themel i kundërshtarit. Njëri prej grupeve, ai i Rrumit, nuk njeh parti si një afërsi politike deri në vitin 2025. Por mundohet në çdo kohë gjatë kësaj periudhe, 2020-2021, të shfrytëzojë në mënyrë pragmatike të gjitha lidhjet, njohjet me pushtetin socialist dhe atë gjyqësor, veçanërisht në prokurori, për të arritur qëllimet e zgjerimit të pasurive të paluajtshme nëpërmjet falsifikimit të dokumentave të origjinës së pronësisë në zonat bregdetare, e kryesisht në zonën e Gjerit të Lalësit. Flitet për prona, tjetërsim, falsifikim dhe zotrim me hektar të tërë të tokave në Bregdet. Njëri prej grupeve, ai Pëllum Muharremit alias Rrumi, megjithse bashkëpunonte me punonjës të administratës socialiste për tjetërsimin e pronave, gjithsesi i druhej kryeministrit Edi Rama dhe kandidimit të tij në qytetin e Durrësit, dhe kjo gjë, thot Spak, del nga bisedat e zbardhura mes Aldo Avdyllajt dhe Rrumit, ku të dy, edhe pse me masa sigurie, nuk janë arritur dot të kapen nga policia. Nga ana tjetër, në dosjen e Spak, flitet se kush e kontrollonte portin e Durrësit në atë periudhë dhe se si ajo dominancë e vitit 2020 duhet të zhbëhej dhe të merrej kontrolli nga grupet e tjera. E vetmja mënyrë që të kishte rezultat ishte me gjak, dhe për një synim të tillë, skuadrilet e armatosura ishin bërë gati. Nën moton armiku i armikut tim është miku im, u krijuan aleanca të reja dhe solide në qytet, ku aktiviteti kriminal përzihet si në një centrifug me aktivitetin sipërmarrës financiar dhe atë politik, ku më pas është shumë e vështirë të ndash përbërësit e këtij produkti të ri me njëri tjetrin.
Dy prej vrasjeve të ndodhura përgjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021 ka një panoramë të qartë se nga kush janë porositur, ndërsa në këtë dosje vetëm njëra prej tyre për momentin thot SPAK është e dokumentuar se kush kanë qenë qitësit dhe përshkruhet në mënyrë të detajuar se si u planifikua. Më konkretisht flitet për vrasjen e Edmir Bregut dhe dëshirën për të eliminuar Mont Koçin, alias Mont Çekiçin, që u vra me një skem të ngjashme me shokun e tij 2 muaj më pas. Të dy këta, si Edmir Bregu dhe Mont Çekiçi, figuronin lidhje e ngushtë e grupit të Lulzim Berishës dhe Flauren Dervishit. Le të ndalemi tek vrasja me dashje e shtetasit Edmir Bregu, i cili ka mbajtur dhe emrin tjetër Ilir Kuçi, dhe në bisedat në Sky, planifikuesit dhe organizuesit e vrasjes së tij i referoheshin me Nofkën Maloku. Ngjarje kjo e ndodhur me 24 janar 2021 në qytetin e Durrësit, ngjarje për të cilën thot SPAK janë angazhuar në role të ndryshme të paktën 5 persona. Nga tërësia e veprimeve hetimore të kryera në kuadër të procedimit penal numër 235/2020 është dokumentuar organizimi disa shtetasve me qëllim realizimin e vrasjes së Edmir Bregut. Hetimi ka bërë të mundur identifikimin e personave të interesuar për realizimin e vrasjes, financuesit, personat e angazhuar për vëzhgim dhe lokalizim të tij, personat e angazhuar për realizimin e vrasjes, vendi ku do të pozicionohen dhe ekzekutori para vrasjes. Më konkretisht thot SPAK, personat e dyshuar dhe roli i secilit në kryerjen e veprave penale për vrasjen e Edmir Bregut është si më poshtë. Elidon Avdyli, alias Aldo Avdyli, i identifikuar si përdërues i 3 pineve në Sky ICC në rolin e porositësit, financuesit dhe organizatorit të vrasjes. Astrit Balliu, alias Astrit Avdyli, xhaxha i Aldos, në rolin e personit që ka urdhëruar vrasjen. Ermir Dedja, në rolin e ekzekutorit dhe personit që ka koordinuar veprimet në terren midis pjesëmarrësve me qëllim vrasjen. Alfred Doga, si vëzhgues në terren me qëllim lokalizimin e viktimës dhe ekzekutori i viktimës. Enea Kume, vëllai i deputetit socialist Loer Kume, i cili ka shërbyer në rolin e vëzhguesit për lokalizimin e viktimës, si dhe në djenjë të organizimit të kryer nga Aldo Avdyli për vrasjen e Edmir Bregut. Aleksandar Laho alias Plum Muharremi alias Rumi, si një person që ka patur djenjë për vrasjen. Në përshkrimin paraprak të ngjarjes në atë kohë, u tha se me datën 24 janar të vitit 2021, në orën 17:15 në lagjen numër 16 Durrës, pranë lokalit të shtetasit FK, nga persona të paidentifikuar që udhtonin me mjetin tip Renault ngjyrë zezë, është qelluar me armë zjarri automatik shtetasi Ilir Kuçi alias Edmir Zenel Bregu, 39 vjeç, banues në lagje numër 14 fraksion 1 me arsim 8 klas. Si pasojë e plagëve të marra, ky shtetas ka ndërruar jetë në spital. Në vendin e ngjarjes, policia sekuestroi në cilësinë e provës materiale 54 gëzhoje Kallashnikovi. Me gjithë punën e kryer për më shumë se 4 vite, kjo ngjarje mbeti e pazbuluar nga policia, derisa hetimet e SPAK dhe masat e sigurisë të nxjerra në shtator të vitit 2025 hedhin dritë se çfarë ka ndodhur në atë kohë me 39 vjeçarin. Por le të hymë në transkriptimet e zbardhura nga SPAK. Me datën 22 qershor 2020 në orën 13:43, Enea Kume, vëllai i deputetit socialist, ka kontaktuar nëpërmjet Sky ICC me Aleksandar Lahon, të cilit i kërkon ndihmë pasi është shpallur në kërkim, pasi policia gjatë kontrollit të banesës që i është bërë i kishte gjetur një peshore me mbeturina droge. Gjithashtu, ky person e vën në djenjë Rumin se ka marrë avokate, shtetasen Liliana. Biseda është si vijon. Se më ka nolli problem, më kanë nxjerrë në kërkim për mall vlla. Kapën një çun që punonte, i gjetën çelësin e makinës time me vete, i kapën dhe mall. 1 minutë më vonë, Enea i ka shkruar Rumit se sot ju ka bëu gjyqi atij çunit. Një enkeleda mbi emrin si mora vesh, po kanë marrë ato të shtëpisë një gru që njihnin. Nga administrimi i kopjes së dosjes penale të procedimit penal 188 fraksionit vitit 2020,
thot Spak, me të pandehur Enea Kumen dhe tjerë, rezultoi se me datën 21 qershor 2020 janë referuar në prokurorinë e Durrësit materialet procedurale në ngarkim të shtetasit Enea Prifti, si person që dyshohet si autori veprës penale, prodhim dhe shitje lëndëve narkotike. Në kuadrin e veprimeve të parahetimore, me datën 19 qershor 2020, policia ka ushtruar kontroll në banesë të shtetasit Enea Prifti dhe Enea Kume, si dhe ka përpiluar procesverbalin e kapjes në flagrancë të Enea Priftit, të cilit janë gjetur një automjet dhe janë sekuestruar 10 qese plasmasi me lëndë narkotike. Prokurore e çështjes ka qenë Enkeleda Xhengo, të cilën Enea Kume e ka përmendur vetëm me emrin Enkeleda, dhe me datën 21 qershor 2020, prokuroria ka përcjellë në gjykatën e Durrësit kërkesën për të vlerësuar të lishëm arrestimin e Enea Priftit dhe caktimin ndaj tij të masës së sigurisë arrest me burg. Në fascikullin e procedimit numër 188 fraksionit vitit 2020, në faqen 106 thot Spak, ndodhet i administruar deklarimi i shtetasit E, i cili ka deklaruar se personi që i është paraqitur në foto nga policia gjyqësore është personi prej të cilit ka bler lëndë narkotike. E1D ka deklaruar se personi thirret Poçi, por emrin e ka Enea Kume. Në një nga bisedat e vëllait të deputetit socialist me Aldo Avdylajn, shprehet frika e hapjes së platformës Enkro dhe dëmeve që mund të kenë. Me datën 2 korrik 2020, ora 12:40, Aldo Avdylaj komunikon me Enea Kumen. Të dhënat e ruajtura në platformën SkyCC thot Spak, shfaqin vetëm mesazhet e dërguara nga Enea Kume, i cili i shkruan: "Qa bëhet? Kur do vishti? Qa punë do na dali me Enkron? Ne që s'na janë kap ndro për kanik, ato janë çat kapin dorë, po ai ka marru punë dak. Bashkona blem ca armë rrim mal vlla, se zgjidhje tjetër s'ka. Kuptoj, për mal jena me u hap gjitha, s'ka zgjidhje tjetër." Me datën 2 korrik 2020, ora 15:20, Aldo Avdyli bisedon me Ermir Dedjan. Mesazhet në komunikimin midis tyre janë vetëm të Ermir Dedja. Nga biseda rezulton se dërguesi i mesazheve ka nevojë për para borxh të cilat ja kërkon Aldos. Nga konteksti i bisedës, Ermiri shfaqet i nervozuar dhe shprehet se me zor po pret që të bëj plazhin dhe të fillojnë lojën dhe konkretisht në orën 15:24, Ermir Dedja i shkruan: "Unë për kohë skinerit kam qenë drek, po them për 2000 euro çelpta, milon dhe makinën që bo 5000, prap më thon s'kam këto, e kam vendos sot rond fare. Kam bo bet rond, do i bëj gjithë me vujt rond, ma e ment bërazer. Do ja bluj kockat këtij veni, se gjithë janë kot, asnjë s'maro punë. Gjithë kanë lek, rrin vetëm që ahen pisat. Më thuj, ç'a të bëj, e direkt e plazhin me zor po pres me e bo, që rifillojmë lojën, i herë rond, se ky mi lek do ka." Në datën 5 korrik 2020, në orën 15:05, Enea Kume i shkruan Aldo Avdylit se kishte folur me Skavon duke ju referuar Arben Mërkurit dhe pyet t'i thot që do të shkojnë andej apo t'i dërgoj kontaktin e tij dhe të flasin vetë dhe konkretisht ka shkruar: "Sa u lidha me Skavon, t'i them që do shkojmë anej apo t'sill kontaktin ty. Çoja ftesën Skavos, foli vetë, do vim anej në darkë", i thash. "Okej, më shkruaj", tha, "po se ka kuptuar që do ikim bashkë." Me datën 5 korrik 2020, në orën 15:40, Aldo Avdyli ka dërguar mesazh Arben Mërkurit dhe i ka thënë se është e Beni dhe në darkë do të takohen te Rumi, duke ju referuar Aleksandr Lahos alias Plum Muharremi. Aldo Avdyli: "O dak, qa bëhet e vlla? Mire vlla, tu ke Beni jam sonte, do vi ke Rumi takojmë. Sonte do vi aty se majti ky, ka marrë me skaf." Në orën 15:47, Aldo Avdyli ka komunikuar me Arben Mërkurin, i cili e ka pyetur: "Atë vit nisem tani për Lezhë?" Dhe Aldo i është përgjigjur: "Po hajde po deshe, po mos na kapi kamera kneje vlla. Në Rumit ja thash sa erdha." Arbeni e ka pyetur se përse nuk e ka njoftuar nëpërmjet Poçit duke ju referuar Enea Kumes, dhe Aldo i ka shkruar se Poçi, Enea Kume, ka dalë në kërkim prej 20 ditësh. Me datën 6 korrik 2020, ora 10:40, Aldo Avdyli ka biseduar me xhoxhain e tij Astrid Avdyli. Aplikacioni ka ruajtur vetëm mesazhet e Astridit, i cili i jep porosi Aldos si të veprojë dhe konkretisht për shtetasin Laurent Dervishaj. "Qa po bën o budalli i xhaxhit? Kujdes mos u ekspozo. Ok, kujdes, lenti ka mbet. Knej është, po merru me lacen, mos të dali emri i Olit, jo me Olin, kupto. M'gjoka një herë, me lacen dhe duhet kujdes, mos bëj zhurmë. Kujdes, lenti ku është? Ok, bjeri fort lentit. Mos e ruj për asgjë, bjeri e ke ok ka mua lentit. Ok, qa dush bëj me dursakët, po me men, bjeri lentit në kokë, maskën në kokë ku do që të shkosh. Dorezat, mos hes shumë, 5 metra, kupto.
kur të dalësh për punë, me skafanta, gjuj në bark, fol me lacen për plazhin, shpi një din, kështu që mos e vono. Në datën 9 korrik 2020 thot Spak, ora 9:29 minuta. Eni Akume i ka shkruar Aldo Avdylit që të interesohet te Ariani, mos ka ndonjë mundësi të merrte çështjen e tij në prokurori dhe se për shkak se kishte mbetur pa lek, kishte shitur hekrin që dyshohet se i referohet një armë zjarri dhe konkretisht i shkruan: po takove Arianin pastaj me e pyet për mu, se kam ngel pa dërman fare, po avokati jam ka thonë që ka shumë mundësi që të më ndrohet prokuroria këtë javë që vjen. Prandaj thash ta pyetje i herë Arianin qa mundësie ka ta mori çështjen time. A ka ndaj rrugë ta mori ai? Për kokë të fëmijëve s'kam asi lek, kon gaz. Ma ka bo bazholli si vlla. Për kokë 2 gocave deri 20-25 t'i jap pun tha. 2 mish i ta hekrin. Në datën 11 korrik 2020, përgjatë orës 9:15 deri në orën 9:42 minuta, Aldo Avdyli bisedon me Astrit Avdylen, xhaxhain e tij, i cili e porosit që të bëj kujdes, mos të vras njerëz kot, të mos ekspozohet dhe të bëj gjuajtje fatale dhe konkretisht Astridi i ka shkruar: "Qa u bo për Lentin s'po kuptoj, asgjë. Rrumi ka njerëz, kupto, kështu që të jemi të zgjuar, mos vrasësh njerëz kot, për mendimin tim. Ok me Terezi, doli, jep një drejtim, t'jeni të sigurt, kaq. Lek, mos bëjnë zhurmë, vepro dhe qet. Am djo mua. Ok, mos u ekspozo dhe gjuajtje fatale, duhet kujdes thuj Rrumit. Kujdes kur t'i gjuni. Ke poja, asgjë s'po kuptoj. Qa poja, qa po thu, pse nuk shkoni me pojën? Kujdes me goj. Poja nuk është i keq." Në datën 15/7/2020, Aldo Avdyli komunikon me Astrit Avdylin. Në aplikacion thot Spak janë të ruajtura vetëm mesazhet e dërguara nga Astriti, i cili shkruan: "Qa po bën, si je ti? Kupto ajo se më çmene me muhabetet lodhme. Shiko hallin tat, se aty nuk po shikoj gjë unë veç plane, ngjove ajo. Ne duhet të ishim ke punët tona, jo ke premtimet. Të bëjmë punët tona. Malokun, plazh, këto janë punët tona. Më gjo mu, kur të na puqen gjërat me këto të tjerët." Spak thot se në bisedën e mësipërme përmendet për herë të parë personi i thirrur me Nofkën Maloku, që nga hetimi ka rezultuar se bëhet fjalë për Edmir Bregun, i vrarë me datën 24 janar 2021. Krahas të tjerave, Aldo Avdylej, thot Spak, në korrik të vitit 2020 dyshohet të jetë marrë dhe me gjobvënje, veprimtari e cila nuk miratohet nga xhaxhai i tij. Me datën 27 korrik 2020, ora 10:03 minuta, Aldo Avdyli ka biseduar me xhaxhain e tij, ku nga biseda rezulton se Aldo i ka vendosur gjob një personi dhe Astriti për këtë i shkruan: "Ke vënë gjob, bravo, i fort xhajt. Për këtë ta vran çunë xhajt. Pse je më i fort ti se mu apo qa? Kur si vej unë gjobat apo do me i vot ti?" Në të njëjtën datë në orën 21:26 minuta, Ermir Dedja i ka shkruar Aldo Avdylit se është me piratin i identifikuar si Alfred Doga. Nga biseda rezulton se Ermiri bashkë me Alfredin e ka lënë që në orën 6 të mëngjesit të shkojnë te shtëpia një personit pa identifikuar dhe të presin kur të dalë me qëllim për ta kërcënuar. Dyshohet se kjo bisedë lidhet me bisedën që Aldo Avdyli zhvilloi me xhaxhain e tij Astritin për vendosjen e një gjobe. Me datën 28 korrik 2020, në orën 5:44 minuta, Ermir Dedja i ka dërguar Aldo Avdylit një foto e cila është bërë brenda një makine. Në foto paraqitet një makinë dhe një shtëpi me çati. Në orën 11:30, dërguesi i mesazheve i ka shkruar Aldos se e kapën vlla, o terrorizu fare vikja, e kena kap spektakël fare pa u trem. Kur takojmë pastaj të shpjegoj nga afër qysh e tek. Me datën 29 korrik 2020, ora 9:09 minuta, Aldo Avdyli ka biseduar me xhaxhain e tij Astritin. Nga biseda del se Astriti interesohet për atë që ai quan dursak dhe i shkruan se duhet të vdesin njerëz që t'i zër paniku të tjerët. Astriti ja udhëzon se si të veprojë duke i shkruar: "Po çeki aty është, Kili shi qa ka bo, ai e është myll, si nuk e kuptova. Qa ka thon Kili, s'po kuptoj asgjë, qa po luhet aty me këto dursakët. Kaq, kuptoj, duhet vdesin njerëz kaq, t'i zë paniku. Kaleshi s'duhet të gjuj, mos harro se i ngel baruti. O Kaleshi jo, ti do gjush me Ngencin. A i timon, do më gjosh mu, hajvon, budal, i di unë punët, budal, i çmen, ignorant, do me na tregu gjojnat ti, jo Kaleshi, në timon, mos, ti bëj çat dush, kupto, den shpatull shikoje, mirë se ka spijuna, kamrat për qark, kupto, se japin infon polici, duhet pallati i ri, duhet shumë kujdes,
Të kapim shtëpinë, ta kapim zonë, se është karma gjallë, se karma të merr qafë. Zona plazhit është e mirë, duhet mend, shpike zona Hasonëve dhe nuk ka shtet, se Tirana problem. Kujdes çdo lëvizje. Me datën 2 gusht 2020, Aldo Avdyli ka shkruar Arben Mërkurit se Bolin, duke ju referuar Ermir Dedjes, ja kanë marrë në qafë pasi kanë hapur fjalet sikur poruan çeken, duke ju referuar Edmond Çekiçit për ta qelluar. Për këto thashë theme, dikush i ka thënë Poçit që t'i thot Bolit të bëj kujdes. Aldo i ka thënë Arben Mërkurit se ndodhet në Lezhë dhe e fton të hanë darkë bashkë me Samuelin. Konkretisht i shkruan Arben Mërkurit. Shife se po të pres knej, Bolin e shkret ma kanë marrë më qafë. Kanë qitë lafë sikur ka një javë që ru çeken Edmond Çekiçin, ke lagja vet, gjynof shumë. Arben Mërkuri e pyet se kush ja ka marrë në qafë dhe Aldo Avdyli i është përgjigjur. Po njerëzit anej tu folet dak, sikur Boli pas ka rujt çeken për tira, ke pallati vet i javë rresht. Kanë shkuar ropt ke Poçi i kanë thonë të hapi syt Boli. Me datën 6 gusht 2020. Ermir Dedja pasi e ka vënë në dieni Aldo Avdylin se është takuar me një person i cili kërkon 2000 për bukë. I ka shkruar se ka gjetur pistolet, 4 kalashnikov me tuba dhe dylbi dhe një sniper me tubë dhe dylbi. Dhe konkretisht, hekrat, sa do të thoja, i kam gjetë për momentin. 4 kalasha e funit fare me tuba, me dylbi, me majtës, me qyta kallçukut funit, 2020 fare, dhe një sniper me tubë dhe me 2 dylbi, që ma të erën dhe kalashat gjithë karikator, 20 kallçuku, 4 kalasha, me tuba me gjitha, pistoleta. Na i lanë gjitha 1350 vlla. Na ka ull 4.000 euro, armët janë aty, duhet lekët, i kemi morim direkt për sniperin, kur takojmë nga afër do të them. Spak thot se fakti që Aleksandr Laho ka përvecuar në mënyrë të pajlishme një numër të madh pronash, të cilat në disa raste ua ka premtuar ose ua ka dhënë si shpërblim njerëzve që i duheshin për t'i përdorur për të arritur qëllimin e tij, eliminimin e kundërshtarëve të vet, Flauren Dervishi dhe Edmond Koçi, alias Mon Çekiçi, Lulzim Berishën. Fakti i cili zbulohet dhe në bisedat e datës 14 shtator 2020, Rumi, Aleksandr Laho, ka zhvilluar me Elidon Avdylin alias Aldo Avdyli. Në këtë bisedë, në orën 13:57 minuta, Rumi ka shkruar: "Shoku, koka e grupit është Luli i pari, Çekja, pastaj ky Legeni Lenti. Këta e xhirojnë lojën e qytetit, të tjerët pastaj janë pasiva të parëndësishëm." Aldo i përgjigjet: "Po je fiks fare vlla. Kjo është, s'ta fut njeri ty për terren, e përmen, po ka marrua, ata janë, po Lul, që e ke themun, Lulit, i bim direkt, a i e don, dhe nose ti." Rumi i shkruan: "Heqim çeken", tu i referohen shtetasit Edmond Çekiçi, se Çekja është truri atyre në terren, se qytetin ata e kanë kontroll, plus kanë mbledh gjithë kundërshtarët e Arianit, se Ariani dhe Vangjushi nuk don mu pa me sy, leje qa e takonte, se ky bonte gabime. Aldo i shkruan: "O vlla, duhen 10 viktima mrena vitit, po na erdhi ky Rama këtu, e s'bëm dot shumë dome, se do na fiki." Rumi përgjigjet: "Ajo më ka djeg shumë dhe mua, Rama, po erdhi aty na paralizoi pak, e kam mendu direkt që atë ditë që e mora vesh." Aldo i shkruan: "Na shifo vlla të tokën që më the, mos ma len mazdore, se vllajm duhet në gjë me jalon fëmive, e si dihet si merr, se unë do ja hy dhunshëm shok." Aleksandr Laho alias Rumi i përgjigjet Aldo se mund të marrë kë pronë të doj, pasi ai ka prona pa fund, por nuk ka patur mundësi që të impenjohet me këtë çështje, pasi sipas tij i kishin lëvizur njerëzit që ai kishte në hipotekë. Konkretisht shkruan: "Kam qenë rrugëve dhe s'jam marr fare me këtë punë. Po këtë javë do merrem, do fol që sot, po dhe aty ke hipoteka na i kanë lëviz një 2 grepa që i kishim. Unë po rri urt mos tërheq vëmendjen, dhe unë kam shumë toka që i kam në për procese. Futu ku duash ke ato, ku të pëlqej, se kam shumë, pa fund. Shok, për prona kam unë, merr ku duash, ket mijat, e bëjmë dhe aty ke currilat." Kjo bisedë, thot Spak, ka vazhduar dhe me datat 8 dhe 9 tetor 2020. Në datën 8 tetor 2020, në orën 12:59, Rumi i shkruan Aldos se i kishte shkruar shokut në hipotekë për ta para tokën në Currila. Aldo i përgjigjet: "Shife veto vlla, o zot na e bon se vllaj se ke iden çan deri në bon. E m'ke pa kokën mrapa, ku doj." Rumi i shkruan: "Po pas ka hy ka marrë dhe ky i ndrit Manxhaku, po se disa ka marrë. Ato po pres përgjigje dhe them sakt si është gjendja. Kam një orë me foto me harta." Aldo i përgjigjet: "Se e përzem direkt, ok vlla, shife vet. Ati, inshallah ka ngel në gjo për ne. Mu me më thonë ti, kujt dush, i shkoj ke shtëpia."
vetëm të morim në gjë aty se është e ardhmja. Rumi ka dërguar një foto të vendit ku i ka propozuar Aldos që të marrë ndonjë tokë. Me datën 11 gusht 2020, ora 8:46 minuta, Aldo Avdyli ka filluar të bisedojë me gjajen e tij, Astrid Avdyli, i cili vazhdon të jap këshilla dhe porosi. Astrid i shkruan Aldos që të largohet e të qëndrojë në Lezhë dhe se Rumi, duke ju referuar Aleksandër Lahos, nuk duhet të di për punët e tyre dhe as çfarë njerëzish kanë. Nga biseda rezulton se Astridi dhe Aldo bisedojnë për vrasjen e disa personave, për të cilët Astridi është shprehur se do t'i bëjë ai. Malokun dhe Marlin dhe konkretisht, mesazhet e dërguara nga Astridi janë si vijon. Ti largohu shko ke Beni, ok, në Lezhë rri aty, midis këtynve, kaq, nuk ka ç'të duhet asgjë, rrim ke hallet tona, siç po rrin çdo grup. Oli po çon maskën Lezhë tani dhe ka pa plazhin çdo ditë, kupto? Nuk na duhet Rumi të di punët tona. S'duhet të dinë asgjë për ne ato, të Rumit. Kujdes me Rumin se nuk duhet të di ç'a njerëzish kemi ne. Ne duhet me kujdes, s'duhet morim gjëra përsipër që s'na përkasin. Kupto, duhet kujdes me Terezi, se do i bëj xhaxhi, si mi do, me malok me mal, veç po vdiqa, po duhet men, të ikim të bëjmë lek dhe të shikojmë punët tona. Këto duhen me na fut në luftë, kupto? Duhen me na përdor, mos e ha xhaxh, veç ben nokën, atë kemi mik, ves fungjer ke barku të dukesh i shnosh, mos e ndaj kapuçin. Leje se nuk janë për punë ato, duhen lek ato, pranaj të thojnë, mos i thuj që Astridi do t'i bi çekës, se ka qenë llafet në sy të Rumit, kupto? Nuk bëhen viktima Rumit unë, ase net, ase pojus, çdo njeri ka punët e veta xhaxh. Benin e du fort, kaleshin me kaleshin për punët e veta, kupto? Nuk më plas, as i kam list kaq, koha do e vërtetoj. Në këtë bisedë, thot Spak, dokumentohet qëllimi që Aldo Avdyli dhe xhaxhai i tij Astrid Avdyli kanë patur për të vrarë personin me novkën Maloku, identifikuar si Edmir Bregu, dhe një person tjetër të quajtur Marli. Nga bisedat që Elidoni ka zhvilluar në platformën Sky ICC me Enea Kumen, Aleksandër Lahon, Arben Mërkurin dhe Ermir Dedjan, dele qartë se Ermiri është ushtari i Aldo Avdylit, i cili e ka mbajtur me para, i ka dhënë për konsum lëndë narkotike falas dhe e ka përdorur dhe si shofer të tij dhe familjes së tij. Me datën 22 gusht 2020, ora 18:57 minuta, Ermir Dedja i ka shkruar Aldo Avdylit se kishte gjetur bazë të sigurt e cila do të dalë, e cila del dhe nga biseda që ata bëjnë me njëri tjetrin në vijim. Kjo bazë do të shërbejë për strehim të armëve dhe të vetë grupit të gjuetësve që do të marrin pjesë në ekzekutimin e Edmir Bregut. Në lidhje me bazën, Ermir Dedja i ka shkruar Aldo Avdylit dhe me datën 23 gusht 2020, duke i thënë se mallin e futi në bazë dhe në vijim i ka dërguar dhe foto të disa pakove që dyshohet se janë lëndë narkotike. Me datën 14 shtator 2020, ora 13:17, Aldo Avdyli ka zhvilluar bisedë me Aleksandër Lahon në një diskutim të gjatë në lidhje me goditjen e anëtarëve të grupit Durrësit, siç e cilësojnë bashkëbiseduesit. Në orën 13:49, Aleksandër Laho, Rumi, i ka shkruar Aldo Avdylit që Lenti, duke ju referuar Plauren Dervishit, mendon se e ka gjuajtur Aldo me kaleshin Arben Mërkurin. Ndaj, duhet të bëjmë kujdes pasi Lenti mund t'i gjej më kollaj se ç'mund të gjej pojën. Aldo i është përgjigjur se ishte në dieni pasi Doriani i ka thënë që Lenti vetëm atij dhe kaleshit u friksohet. Në vijim, Aldo i ka shkruar Rumit se ai kishte organizuar goditje për t'i rënë Malokut dhe Kokalarit dhe se brenda javës ata do të jenë të kallur. Elidoni shkruan se i ka thënë dhe çunit pojës që ta fillojnë ku të duan dhe se goditjen e parë është gati ta bëjë vetë. Rumi është përgjigjur se koka e grupit është Lul Berisha, Çeki Edmond Çekiçi dhe pastaj Lenti dhe se ata e xhirojnë lojën në qytet, ndërsa të tjerët janë të parëndësishëm. Aldo i shkruan që duhet të bëjnë Lulin, por Rumi shkruan se me që Luli po qëndron pasiv, mos ta ngacmojnë, por të bëjnë Çeken, pasi ai është truri i tyre në terren. Aldo Avdyli, na erdhi ai Doriani na tha, vetë ke unë ke kaleshi e ka frykën, ju ka të merë tha, vetëm për ne fol, me godit ai. Aleksandër Laho, se poja ka rjeshta më shumë dhe poja luan dhe keq. Aldo Avdyli,
Unë qesh me çunin e pojës, i fola ca gjona, presim tani. Ne me punu gja, duen me mnimu, Aleksandër Laho, se poja ka fis, njerëz e tjerë njipa, se kësaj pune do i vi fundi një grupi është siguro, që një grup do iki, do tjetë përplasje, siguro. Aldo Avdyli, po unë vlla këtë javë kam organizu, goditje vetë, Aleksandër Laho, Rumi, por po t'i binte dhe shteti ishte ndihmë e madhe për neve. Aldo Avdyli, atë malokun dhe kokalarin me kismet Allahut këtë javë do i bi. Ata tani janë kale vlla, pa i hallë ca viktima zori shkatro. Aleksandër Laho, shiko se hapet loje gjërë. Aldo Avdyli, po vlla jam prak vdekjes, kështu si ka plas. Aleksandër Laho, ata pa u pastru themeli grupit këtyre, ata janë pa pesh pastaj, tregohu i zgjuar. Aldo Avdyli, vetëm kjo po na shpëtoj. Unë s'kam aq forcë me e majt, kohë gjatë diku do m'kapin. Po neta kështu, çunit pojës i thash hajde ja fillojmë, ku doni e bëj unë të parën. Aleksandër Laho, shoku, koka e grupit është Luli i pari, Çekja, pastaj ky Legeni, Lenti. Në këtë bisedë, përveç personit me nofkën Maloku, është përmendur dhe një person tjetër i quajtur Kokalari, dashurtimi i akteve procedurale të administruara nga Prokuroria Vendore e Durrësit, është arritur të identifikohet shtetasi Ilir Kokalari, i cili ka dhënë dhe deklarim për vdekjen e shokut të tij. Ky shtetas ka deklaruar se Edmir Bregun e kishte shok të ngushtë që prej vitit 2008 dhe se ditën që ndodhi vrasja, Iliri dhe Edmiri kishin qenë bashkë në lokalin e Ilirit deri në orën 16:45. Në orën 17:13 e kishte telefonuar Fatmiri dhe i kishte thënë se lokun e kishin vrarë. Në datën 21 shtator 2020, ora 17:59, Aldo Avdyli ka biseduar me Rumin në lidhje me një person me emrin Arjan, i cili sipas Aleksandrit nuk lëviz nga fjala dhe ka mënyrën e vet si vepron. Aldo i ka shkruar se Genci është mërzitur shumë dhe do që të bëjë diçka me patjetër. Aleksandri i përgjigjet që nëse Genci do të bëjë diçka, mos të bëj plakun e rrajave, por t'i bjerë qerosit. Në orën 19, Aldo i ka shkruar Rumit që sipas tij duhet të bën qerosin ose çeken. Nga konteksti i bisedave dyshohet se Aldo dhe Aleksandri kanë biseduar për planet që ka patur personi i quajtur Genci dhe që dyshohet se është Genci Maloku, baba i Andi Malokut, për të marrë gjakun e djalit, duke vrarë një person me mbiemrin Raja. Në orën 19:01, Aldo Avdyli ka shkruar Rumit se atë javë, në bashkëpunim me çunin e pojës, ai do të bëjë Malokun dhe më pas çeken. Sipas Aldos, Maloku është byrazer i Kilit dhe i Marlit, lëviz Tiranë-Durrës dhe se kishte bërë plan që vrasjen e tij ta bënte te lagja e Edmirit në Durrës. Rumi i sugjeron që do të ishte më mirë që vrasjen ta bënin rrugës dhe e ka pyetur se cilin do të bëjnë të parin. Aldo i është përgjigjur se të parin kanë vendosur të bëjnë Malokun. Në vijim, Aldo i ka shkruar Aleksandër Lahos, alias Rumi, se dhe Durkeçin do ta sistemoj sa të filloj lufta. Pjesa e bisedës në të cilën flasim për vrasjen e Malokut, alias Edmir Bregu. Rumi, thuj Genci do hapet luftë, dëshirë të kesh me gjujt thuj. Aldo, po i kam thonë vlla, po di ç'a më thon. Rumi, po jo me marru punë me pleq, po të bëj ç'doj. Aldo, inshallah po ja hy unë me atë çunin e pojës e vlla, se aty robt atyne, Genci s'ka takat për këto punë shok. Rumi, po, por kjo lëvizje na bën dom gjithë, unë jam me ju për çdo gjë, por pleqe gra është turp. Aldo, po e di, plus do i kesh kurriz, qerosi o pik, ne çekaj, Edon aty në Durrës. Unë tash këtë javë do bëj Malokun bashkëpunim me çunin e pojës. Mrapa çekës, me kismet Allahut, është byrazer i Kilit Maloku, ne i Marlit. Rumi, e kuptoj. Ok, Maloku rrin Tiranë. Aldo, djetu e rujt kanë qenë, po e kanë gjetë ato, Durrës, Tiranë, lëvizej. Rumi, po rrin aty në Tiranë, aty ku pa makinën e blinduar të Lentit. Aldo, po e di, po ke lagja vetë në Durrës do e bëjmë, se e kemi gjetë. Rumi, po më mirë rrugës, cilin do bëni të parin. Aldo, Malokun e kemi nda. Rumi, ok, se do t'jetë shumë keq, dhe Lenti do t'a hudhi prap në kurriz Marielin. Aldo, është në burga i e vlla, Marlin e kam gati mas kësaj pune. Në datën 26 shtator 2020,
Rumi ka filluar të bisedojë me Aldo Avdylin në lidhje me vendodhjen e Lentit duke ju referuar Plauren Dervishajt. Rumi i shkruan se ka marrë informacion se Lenti ishte në Durrës dhe e kishin parë me një BMW të zezë blinduar dhe i ka thënë Aldo se duhet të përqendrohen tek ai, nëse ikën ai të tjerët i kap si lepura. Në orën 8:32, Aldo i shkruan se sipas tij Kili me Dorianin jepnin informacion tek Kaleshi, duke ju referuar Arben Mërkurit. Aldo i ka shkruar Rumit se e kishin hequr dhe Poçin e Neakumen nga rruga, se ai për informacion ishte më i miri, duke ju referuar faktit që Neakume ishte shpallur në kërkim. Aldo i shkruan Rumit në lidhje me vrasjen e Edmir Bregut, duke shpresuar që edhe ata të pojës të fitonin besim. Rumi ka shkruar se do të ishte keq nëse dështonin dhe e këshillon që të marrin Kalashnikov rezervë. Rumi i ka shkruar gjithashtu se Maloku është pem pa kokra, po nuk u kap Lenti, pasi ai ka mësuar se Lenti një natë para se t'i gjuante Rumit ka qëndruar me Lir Kokalarin, të cilit i ka thënë se do t'i gjuanin Arjanit dhe Rumit. Liri ja ka thënë Bujar Deljallisit dhe ky ja ka thënë ortakut vet. Sipas Aleksandr Lahos, alias Rumit, këto biseda ortaku i Bujarit ja ka thënë Arjanit. Rumi ka këshilluar Aldo Avdylin që nëse Elidoni do të vriste Malokun, do të krijonte probleme pasi sipas tij Lenti do të karikonte njerëzit e Malokut që të vrisnin Aldo Avdylin. Aldo i është përgjigjur se ai po merrte hakun. Në përgjigje të kësaj, Aleksandr Laho ka shkruar se koka e grupit ishte Lenti, por nëse ai donte që ta bënte Malokun, duhej të sigurohej mos të dështonte dhe të hapte thashetheme sikur Malokun e kishin vrarë për çështje malli, me qëllim që opinioni dhe policia të ngatëronin motivin dhe autorët. Pas më shumë se 4 muaj shpërpjekje, në datën 24 janar 2021, në orën 15:22, Aldo Avdyli i ka shkruar Neakumës se çunat kishin shkuar tek vendi të përgatitur siç duhet dhe konkretisht i shkruan: "O gazo, çaje tu bo, hiç ja kam dal aty, ke veni jem. Kam dal në 4 sot. Inshallah po e marrojnë. Inshallah o zot mo. Sot kanë dal si duhet, fiks fare." Në orën 16:15, Aldo Avdyli ka dërguar Neakumës vetëm një mesazh me tekst: "Dak maroj", në lidhje me faktin se njerëzit e pajtuar nga Aldo janë vendosur pranë lokalit ku priti të shkonte Edmir Bregu, si dhe vrasjen e tij. Aldo ka biseduar dhe me Rumin. Mesazhet e dërguara nga Aldo janë si vijon: "Si të kam vlla, çaje tu bo? Aty jemi a vlla. Tani kemi qenë 4 tu e prit. Atë po erdh marroj punë. Tani o zot na hecën marr. Ti çaje tu bo me shnetin? Si u bone? Ora 16:12. Marroj shok, iga." Pas ngjarjes së përshkruar më lart, Aldo Avdyli është larguar në Lezhë, e ka pushuar aktivitetin me telefonin me kod PIN 90 DXEI dhe ka filluar të përdor disa ditë më vonë një PIN tjetër, i cili është identifikuar më pas nga SPAK. SPAK thotë se në vendimin e pezullimit të hetimeve nga ana e prokurorisë së Durrësit është pasqyruar se njëra nga pistat e hetimit të vrasjes së Edmir Bregut është konflikti që shoku i tij i ngushtë i viktimës, Mariel Fierza, ka patur në vitin 2013 me Edison alias Aldo Avdylin. Policia ka kryer verifikimet për të gjetur dhe pyetur shtetasin Aldo Avdyli, por nuk ka mundur ta gjejë vendodhjen e tij dhe as të sigurojë numër telefonit të tij. 2 muaj pas vrasjes së Edmir Bregut, po në Durrës, mbeti i vrarë në një atentat mafios, Mont Çekiçi. SPAK thotë se Ermir Dedja evidentohet në disa herë se është personi që kryen vrasje për llogari të Aldo Avdylit. Kuxhaxha i këtij të fundit, Astrid Avdyli, thotë SPAK, është porositës dhe nxitës i vrasjeve. Ermir Dedja, me origjinë nga Shijaku, u vra në moshën 29 vjeçare në Durrës. Autorët e pritën në mesnatën e datës 19 qershor 2025 poshtë banesës ku jetonte në Durrës dhe hapën zjarr vdekjeprurës ndaj tij.